vitin 91 kam rri në Dresden me një 5 mark fundit në xhep, edhe ngela kemi bërë ca investime dhe projekte ndërtimtarisë. Po jam mbi 50, të i bëm një dhuratë komunës. Në Terezën, ajo skalin Kosovë bronzë dhe sot është këtu në mes të vendit. Isha në moshën 17 vjeçare dhe si shumë të ri që detyrohen me shku në shërbim përshtarak të Jugosllavisë të atëhershme. Edhe gjenim zgjedhjen për me ikë nga vendi, me një dokument, pasaport, me fotografi time në emën të vllajt vogël, kinë i mitër, erdha në Gjermani, natyrisht me shumë peripeti rrugëve brenda 5 ditëve me përkufit ndryshëm. Në vitin 91 kam rri në Dresden me një 5 mark fundit në xhep. Edhe ngela, kisha destinacionin këtu në Nordrhein-Westfalen të disa familjar, mirë pa të ngela pa lek, pa pare. Po fati ishte e tillë që kishin ngel disa autobusat dhe më ndihmun për një bilet, si i mitër, nuk kushtoj shumë, edhe mbrita tek kushërin këtu Nordrhein-Westfalen. Jeta këtu nuk ishte e lehtë, me që nuk dinim as gjuhën, gjithmonë e bëj edhe si shaka kështu kur kam marrë në Gjermani kisha 2 fjalë që njehja gjermanisht. Kein Geld, nix Deutsch, që do të thotë s'jam gjerman, s'kam lek. S'ka ndryshu shumë, akoma si jam gjerman, lek dhe i dikon. Dhe ishte një kohë shumë e vështirë dhe me dokumenta, me leje qëndrimit. Por për fat, me që kishim disa tretit familjes na ndihmuan më inkuadru paka shumë edhe me punë ndryshme. Tu i punu masanaj në gastronomi, se fillova se zakonisht është rruga e parë të ne shqiptar ka qenë gastronomia apo ndërtimtari. Unë futa tek një lokal italian dhe pyeta për punë, më pyeti çka je, thash shqiptar, sa hiç e jakën dhe fillo punën. Thash, sot kam dalë me shëtit, isha me një zonjë, thash po do vina e serë, pastaj të nesërmën shkova, vetëm shefi ishte italian edhe kuzhinierit, të tjerët ishin gjithë shqiptar. Edhe u bë aty një farë ambienti shumë i mirë, me mësu, pe të gjithëve nuk e di as gjuhën. Ta drejtën brenda 3 muajve kam shërbyer në gjuhë italiane, as shpejt u adaptova, mësova gjuhën, nuk i njihja as verat, as ku i diun ato ushqimet italiane, po i mësova shumë shpejt. Edhe e pa që nuk është edhe aq vështirë sa e paramendonim. Ndërkohë tu pa që gastronominë merrnin edhe njerëz të tjerë, qofshin turist arab, ku i diun kroat. Tash pse mos ta provojmë edhe neve? Dhe erdhi një kohë ku ngelëm pa punë edhe unë edhe vllai, edhe tham tani do startojmë pavarën. Edhe para 25 viteve filluam me lokalin tonë. Të parë që ishte një lokal natë, një cocktail bar latin. Edhe morëm një lokal ku ishte shumë i harruar, i demoluar dhe atu startu me konceptin tonë, me punën, sepse gjatë viteve para se të bëhen pavarën, punuam edhe në diskotekë edhe në restorante dhe mësuam shumë gjana. Edhe fillum kështu me koktel. Ajo ishte një punë e levërdishme, sepse ne ishim të ri, ishim të shpejt edhe bënim brenda natës me qindra koktela dhe si shqiptar edhe të varfër në atë kohë edhe me qëllime për marrë diçka. Punonim shumë gjithë natën edhe vetë 2 vite dhe lokalet i kena fshi vetë, dojshim e kursy, edhe kështu startoj një jetë e mbarë. Mbas një kohë hapëm njëjtin lokal me të njëjtin emër në Köln, në një vend shumë turistik, pranë operës dhe shtëpisë artistëve, që Schauspielhaus. Edhe aty patëm sukses, një kohë bukur të mirë, pasandaj ai objekti duhet rënoj dhe na u dash të largohemi edhe neve, pas ca viteve. Edhe pranë cocktail barit u liru një lokal tjetër dhe pa ditë fare çfarë do bëj, ato bën një nënshkrim, më morëm atë lokalin, vetëm mos na vinë ndonjë konkurrent. Edhe për fat kisha edhe shokë që njifshin më mirë se unë, që kishin punuar edhe nëpër lokale shumë më njoftna ose me yje. Edhe një nga ata shokë të më ndihmoi që të bëjmë një koncept tonin, zakonisht kemi bërë gjithmonë konceptet tona, për një noodle house, një shtëpi e makaronave ta quajmë kështu, ku i prodhojmë vetë makaronat, gatuajmë live, pizza në guri pjekum edhe një kombinim kështu me ushqime të shpejta, të lehta. Fillim me që këtu jena një fshat shumë të vogël me 12-13.000 banor, në atë kohë ishin akoma më pak, po jena në mes Kölnit dhe Bonit, pikërisht 15 km Köln, 15 Bonn. Nuk di se do kem sukses, mirë po me punë, me vullnet, me angazhe, me kvalitet, ja kemi arrit bukur shumë, sa që gjithmonë janë lokalet full, se nga njerë dhe kem frikë nga njerëzit ka vinë nga gjitha anet,
si do t'ja dalim. Aktualisht kemi vetëm 2 me qatë koktelbaret i kemi shit njërin pas tjetrit. Nuk dashëm zgjerohem më shumë. Me që erdhi një kohë kur ishte një krizë evropiane edhe për fakt kohën e duhur, edhe pse ishte krizë, neve startuam pak edhe me imobilje i bie me 5.000 patonshme. Edhe kështu kemi depërtu paralel me gastronominë edhe me ca imobilje që kishim në burimin tek lokali, kur vinin njerëz aty bënim llaf, njëri apo tjetri thoshte, kam një shtëpi me shi, kështu. Edhe bënim pazar sikur në Kosovë me dorë kështu dhe ishte punë fatin atko që disa vende i ka plej kriza, Italinë, Spanjë, ku diun, edhe këtu ishin çmimet e ulta. Kohën e duhur, vendin e duhur kemi bërë ca investime dhe tani nuk dojmë të zgjerohem më tepër në gastronomi, rrim këtu ku jem dhe i menaxhojmë edhe ato që kemi disa projekte kështu të ndërtimtarisë, por jo më me gastronomi, këtu nuk zgjerohem, rrimin me këtë që kem. Po jam mbi 50. Kjo është një kafeteri prap me koncept vetin, me që fshat i vogël. Bëjmë një ambeltore klasik, ka qenë një riziko, nuk ka qenë e lehtë, me që duhet punojsh vetëm me diellin. Me që kjo është një fshat i vogël dhe nuk bën të mbarëm gjithmonë vetëm nga dielli, kemi bën një koncept ku funksionoj që nga mëngjesi me mëngjeset, frishtyk, masanaj mesditë me torta, me kafe, me kujtim, mbrëmje kemi një kartë vogël limituar. Prap gjithmonë me disa kreacione tonat që nuk i gjen askush. Unë jam pak një guru i kuzhinës, kështu bëj pak hulumtime, pak eksperimente. Gjithmonë i përdor edhe disa emra të vendit tonë, shembull te pasta time kam pas gjithmonë një pasta albaneze, pse këtë botë nuk ka pasta boloneze. Unë kam pasta albaneze. Këtu kam ca pije si dugagjent që e përdor një gjend të Kosovës. Jo që ordash gjithçysh, por pak krenari, pak patriotizëm e kemi në amergjimtar gjithmonë me vete. Tek pasta time ofrojmë pasta në variacione të ndryshme, një koncept që klienti mund ta kombinojë vetë pjatën e vet. Thotë neve nuk i servojmë një pjatë, një numër që ta marr numrin 10 edhe befasi që do vi. Po tek neve te ky koncept klienti mund ta zgjedh llojin e pastës, llojin e zozës, çfarë don peshk, mish apo fruta deti, fruta mali, do të zgjedh vetë e kombinon pjatën tënde. Mbi të gjitha angazhime, t'jenë punëtor, edhe pse shoqëria jonë shqiptare është shumë punëtor, angazhime, ëndra t'i realizojnë, mos dorëzohen. Me që jetojmë të bukur gjatë, edhe si e cika me herët që kemi ardhur me vujtje, me peripetit shumëta, si falëndrim pas 35 viteve, kemi pas 35 vite në Gjermani dhe 25 vite të pavarur, e gjetëm mundësinë dhe mënyrën që t'i falëndruam komunës, shtetit dhe popullit gjerman për të mirën që na ka ofruar atëherë, për bujarinë. Edhe në këtë kohë kur shumë mergjimtar, shumë refugjat vinë nga gjithë bota në mënyra ndryshme, edhe nuk bëjnë sjellje të mira, nuk lënë gjumë të rehatshme, neve bëjmë një gjë të kundërt, i bëjmë një dhuratë komunës dhe vendosëm që të bëjmë diçka të mirë për këtë komunë me bashkëpunimet të kryetarit të komunës. Nuk ishte lehtë, por e arritëm edhe mendum çfarë të bëjmë, kënd të bëjmë dhe gjetëm njërin më të duhur Nën Terezën. Dhe kështu që ajo skalin Kosovë bronzë dhe sot është këtu në mes të vendit, ku ka edhe vizitor, ndër të tjera është e futur edhe në panoramën e komunës, kur vizitor vinë e vizitojnë qytetin. Një ndër pikat e referimit është edhe rruga adresa ku është Nën Tereza për të vizituar turistët, qofshin tuaj apo vendas. E shoh që shpesh herë vinë këtu bëjnë fotografi, shoh shpesh herë lulet fresta, jam kënaqur dhe mu. Është interesant se tek Nëna Terezë, tek një pjatë që ushqen një fëmijë aty mbrapa është një shqipon ku shkruhet Illyricum Sacrum, që do bie në shqip Iliria Shajt. Do të thotë s'kemi bërë shumë, por kemi bërë një vulë shqiptare që të paktën 100 vjet do jetë këtu. Kam pas një dhuratë, një termin ku unë mund të shkoj të vizitoj një kuzhinier me famë. Ishte në atë kohë një ndër kuzhinierët më të mirë në botë, Ita Mylla, dhe ai u mendoja se do jem unë me 2-3 vjet, po aty ishin me qindra, ai fliste me mikrofon. Edhe nuk mora vesh asgjë, edhe dikur e humpa edhe interesi, nuk e shiqoja shumë. Mirë, po tek fundi, si i provum ca gjëra, në fund kujtohet kur tha për me qenë një kuzhinier i mirë, një gastronom i mirë, tha duhet të kesh 3 gjëra. Edhe aty ja vura syrin, veshin, tha duhet të kesh selbstvertrauen, i bie vetbesim, duhet të kesh fantazi, që thonë në Kosovë crazy, të jesh ferrekt, i trend, i smooth thonë në Kosovë, edhe të kesh tha pak finga shpicëgefühl, thonë ndjenja të maje të gishtit. Edhe unë e këshyra ashtu në ferrekt që më kanë, domthonë crazy, vetbesim, edhe që isha në gastronomi gjithmonë kisha pak talent. Tash atëherë ajo është drita e gjelbër që mund t'ja arrijë. Edhe unë ju tham një rinis, të
keni vetë besim, keni fantazit, keni ide të hulumtani, mos kopjoni, po bëni gjëra të juaja, që të mos keni krahase me fqiun apo me ndonjë gastronom tjetër. Natyrisht duhet kesh diçka, po ajo që ju arrit suksesin është gjithmonë koncepti juaj, idetë juaja, pjata juaj, produktet e juaja, se jo gjithmonë me gjëra përfunduar të dozave, të kontejnerave, ku i diun, po me mundu vetë ma mirë pak, e shëndetshëm, e mirë, edhe interesant edhe për klient. Unë jam Nushi Strefi, jam që 35 vite në Gjermani, që 25 vite i pavarur në gastronomi, me disa lokale të suksesshme, ndër të tjera dhe me ca pasunitë patonshme.